Përshëndetje miq, dhe në momentin që ju vendosni të blini një gomone SPX apo çdo gomone tjetër, patjetër që gjëja e parë që do t'ju duhet do jenë patenta detare, për të qenë të sigurt që ju do të keni një lundrim të qetë dhe të këndshëm. Ne, si kompani TSTS Group, një det plot me mundësi për vajzat dhe për djem, për fokusi ynë janë trajnimi i vajzave në sektorin detar. Kemi sot në bordin e një barke SPX kapitenin e parë, një nga kapitenet e para femër, Amarda, e cila është e pajisur me një patent angleze për lëndruar për mjetet të një gjatësie deri në 10 metra gjatësi. Kemi gjithashtu më e reja e kompanisë tonë, kemi dhe patentat për fëmijët. Aty kemi zotin Dior Mashtini, i cili është i pajisur me një patent për të lëndruar për mjetet deri në 10 metra nga mosha 8 deri në 12. I vetmi kusht i rëndësishëm i sigurt është që fëmijët tanë të patentuar të jenë në bord të shoqëruar gjithmonë me një prind të rritur, i cili është edhe ai gjithashtu me patent. Vajzën që kemi në sediljen e barkës son SPX është Alesia, e cila është e pajisur me një patent ndërkombëtare detare për mjete lundruese deri në 200 tonë, që flasim për kategorinë e jahteve të mëdha.